Edicioni i dytë i Autonom Fest do të zhvillohet këtë vit duke sjellë një dimension të ri artistik, kulturor dhe social për qarkun e Korçës. Kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrika Tollkuçi, thekson se festivali synon të zgjerohet përtej kufive lokal, duke u shndërruar në një platformë rajonale për dialog, krijimtari dhe inovacion. Ky edicion do të sjellë një dimension të ri bashkëpunimi, përfshirje dhe kreativiteti, duke shtrirë ndikimin e tij përtej kufive të qarkut të Korçës. Një nga risitë kryesore të festivalit është zgjerimi rajonal me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve dhe kryetarëve të qarqeve të tjera brenda Shqipërisë dhe jo vetëm, të cilët do të ndajnë përvoja dhe modele të suksesshme rajonale. Në kuadër të këtij edicioni, festivali do të pasurohet me materiale përshëndetëse dhe artistike nga qarqet e Vlorës dhe të Elbasanit, si dhe me një performancë të veçantë të grupit Etnokid nga Prenjasi, duke e kthyer festivalin në një mozaik të gjallë kulturash, energji shrinore dhe tradita shqiptare. Festivali do të pasurohet me materiale skenografike dhe regji artistike të reja, bashkëkohore dhe teknologjike, duke krijuar një qasje më interaktive për publikun. Një tjetër risi do të jetë skenografia dhe regjia artistike, të cilët do të përtërien me elemente bashkëkohore dhe teknologjike, duke krijuar një përvojë gjithëpërfshirëse dhe interaktive për publikun. Festivali do të përmbyllet me një darkë gala, ku të ftuarit do të kenë mundësinë të lidhen në një atmosferë bashkëpunuese dhe frymëzuese, duke zhduruar Autonom Fest në një platformë reale për dialog kulturor, kreativitet dhe inovacion social. Festivali folklorik rajonal që synon ruajtjen e traditave dhe përcjelljen e identitetit ton kulturor në brezat e ardhshëm, duke bashkuar ansamble dhe artistë nga të gjitha bashkitë e qarkut, do të mbahet në datën 10 dhjetor në teatrin Andon Zako Çajupi.